Situata në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova është rënduar ndjeshëm, ndërsa në qendër të sulmeve është vënë banorja më e re e shtëpisë, Eliona Binakaj. Eliona, vetëm 18 vjeçe, hyri në shtëpi me qëllimin për t'i dëshmuar vetës dhe publikut se mund të përballojë sfidat e lojës. Por ngjarjet e fundit kanë marrë një kthesë shqetësuese. Bëni subscribe kanalin Biz Shorts për më të reja rreth showbizit vendor. Sipas familjes së saj, ajo po ekspozohet ndaj situatave të papranueshme, duke u vendosur në ndrysni të vazhdueshme nga disa banorë, veçanërisht Benita dhe Alba, gjë që është vërejtur edhe nga publiku. Në deklaratën e tyre, familja thekson se kjo situatë ka kaluar përtej kufijeve të lojës dhe ka marrë dimensione shqetësuese për shëndetin emocional të Elionës. Familja u shpreh se Eliona është vendosur në presion psikologjik. Në veçanti veprimet që përfshin intimidimin, heshtje të detyruar ose veprime fizike penguese ndaj saj janë të papranueshme për ne si familje, thuhet në deklaratë.